Pre argumente shumë të mëdha të profecisë është edhe paralajmërimi i profetit Muhammed alayhis salam për ekstremizmin fetar. Me vërtetë kjo është një mrekulli tepër e madhe. Ka qenë një person i cili ka pas emrin Dhul Khuwaisira, i cili ka ardhur nga shkretira dhe kur ka ardhur në Mekë, imagjinoni, i ka thonë profetit alayhis salam: "Bëhoj drejt o Muhammed se ti je i padrejt." Pse ka thonë kështu? Për shkak të veprimit politik që ka pas profeti Muhammed alayhis salam në lidhje me shpërndarjen e pasurisë së shtetit në fund pragmatik. Dhe pikërisht këtu janë ato ku çalojnë ekstremistat, mos kuptimi i fesë në fund pragmatike, pra në fund të dobisë, sepse ne besojmë që ku është dobia është edhe feja. Dhe Muhammed alayhis salam cilson që prej këtij personi do të rrjedhin njerëz të ngjajshëm sikur ai, të cilët e adhurojnë shumë Zotin duke fal namaz, madje të tjerëve ju duket vetja e tyre e vogël në krahazim me adhurimet që bëjnë këta njerëz, me namazin e tyre të shumt, me agjerimin e tyre të shumt, me recitimin e Kuranit të shumt. Mirë po profeti alayhis salam thotë, ata e lexojnë Kuranin, mirë po nuk ja u kalon fytat e tyre. Pra nuk ju depërton në zemër dhe nuk vrehet në sjelljet e tyre. Kështu mund t'i dallojsh këta njerëz, i kanë sjelljet barbare, janë ekstrem, janë të vrasht, janë të ashpër, nuk e kuptojnë fenë, i marrin gjërat sipërfaqësisht. Dhe ky grup është shumë i rrezikshëm. Dhe përveç kësaj, profeti alayhis salam lajmëron që këta në formë ushtarake dhe të përmbledhur do të rebelohen në kohën e Aliut radhiyallahu anhu. Dhe tregon që vet ai do t'i luftoj. Me një rast profeti alayhis salam tregon që ka prejush që do t'i luftojnë keqin interpretuesit e Kuranit. Në atë rast qohen Abu Bekr dhe Omeri shpresojnë që ata do t'jenë të tillë. Mirë po thotë ju nuk jeni ju, por është ai i cili është duke i qep kputst. Dhe pikërisht është djali i Axhës së tij, Aliu radhiyallahu anhu. Dhe vërtet ashtu ndodh siç ka paralajmëruar, është ai i cili lufton ushtarakisht ekstremistat derisa i neutralizon. Kur ta shikosh në këtë çështje ka argument madh profecisë. Si ka pas mundësi Muhamedi alayhis salam me ditë që do të dalin ekstremistat, po të mos ishte i dërguar i Zotit. Dhe i vetmi sekt që ka paralajmëruar me ta me emër dhe me cilësi dhe me detaje është ky sekt, sepse është sekti më i rrezikshëm. Janë ekstremistat, janë ata cilët i shpallin muslimanë si besimtar dhe i vrasin edhe jo muslimanët me cilët jemi në besë, në paqe dhe kështu me radhë. Prandaj kjo është me vërtet një argument i fuqishëm i profecisë.